Samiti vjetor I procesit të Berlinit ka mbledh në Londër kryetarët e qeverive, përfaqësuesve të nivel të lartë të Bashkimit Evropian dhe vendeve partnere në procesin e Berlinit, institucione financiare ndërkombëtare dhe organizata rajonale të përfshira në proces. Kreu I qeverisë Edi Rama mori pjesë në seancën plenare të samitit të procesit të Berlinit, e cila u drejtua nga kryeministri I Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai ka ndarë disa foto nga takimet e zhvilluara një ditë më parë në Londër. Rama theksoi se Shqipëria ishte pjesë e aktivitetit të diskutimeve për bashkëpunim rajonal, rritje ekonomike, sigurinë dhe rrugën drejt antarësimit evropian. Gjatë takimeve Rama ka marrë pjesë edhe në pritjen e mbretit Charles III dhe kryeministrin e Britanisë së Bashkuar Keir Starmer për liderit e Ballkanit Perëndimor në pallatin James. Temat e shtruara për diskutim në këtë takim këtij viti mes liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe liderëve evropian, përfshirë dhe kancelarin gjerman Friedrich Merz, ishin çështjet e sigurisë, zhvillimit ekonomik dhe emigrimit. Procesi I Berlinit 2025 është një platformë ndërkombëtare e cila synon të sjellë 6 vendet e Ballkanit Perëndimor më afër Bashkimit Evropian përmes mekanizmave ekonomik dhe jo vetëm. Synimet e procesit të Berlinit janë rritja e bashkëpunimit rajonal, mbështetja e zhvillimit ekonomik, përshpejtimi I përpjekjeve për integrimin evropian të Ballkanit Perëndimor.